Familja Sulaj është e zhytur në dhimbje të thellë pas humbjes tragjike të vajzës së tyre Ilaria Sulaj, e cila u vra nga ishi dashuri i saj Mark Anthony Samson, vetëm 22 vjeç. Ilaria, që ndodhi në Rom për të ndjekur studimet në statistik, u godit me thik nga Samson, me origjinë filipinase, i cili pas krimit fshehu trupin e saj dhe e la të padukshme për disa ditë. Në një intervistë për mediat, prindërit e saj, Gëzim dhe Flamur Sula, kanë shprehur dhimbjen e thellë që ndjejnë për humbjen e vajzës së tyre, duke e cilësuar si shka për ta. Ata kërkojnë drejtësi dhe theksojnë se Ilaria nuk mund të trajtohet si një objekt, por ishte një jetë e çmuar. Më e rëndë bëri tragjedia fakti se mamaja e autorit, e cila ishte në dieni të krimit, ka ndihmuar për të fshehur trupin e vajzës, duke ndihmuar djalin e saj. Ilaria ishte në prag të diplomimit dhe mezi po priste të merrte diplomën, por tragjedia i mori jetën para se të mund të realizonte këtë ëndër. Ndërkohë, prindërit e saj kanë shprehur se ajo kishte lënë një mesazh audioje, të cilën tani ata do ta mbajnë si një kujtim të fundit. Hetimet janë ende në vazhdim dhe autorët Mark Anthony Samson dhe mamaja e tij janë arrestuar për krimin e rëndë që tronditi të gjithë komunitetin.